Në Medresin Liriane Elbasan, një pjesë e nxënësve dallohen për rezultate në mësime si dhe Olimpiadat e letërsisë. Nga 250 nxënës që ndjekin këtë shkollë, sipas drejtuesve, rreth 50% kanë rezultate të larta. Flori Alliu, nxënës i klasës së 12, është vlerësuar me 2 çmime në letërsi në rang vendor dhe kombëtar, ndërsa Arsiola Muço, nxënëse e klasës së 11, ka marrë çmimin e parë në letërsi në rang të zyrës vendore arsimore Elbasan. Nxënësit thonë se rezultatet vijnë nga studimi sistematik dhe mbështetja nga mësuesit e familja. Një nga olimpiadat cilët unë kam marrë arritje të shkëlqyera ka qenë Olimpiada e letërsisë, në cilën kam fituar vendin e dytë në rang kombëtar. Gjithashtu kam marrë pjesë edhe në olimpiada të tjera, si Olimpiada e historisë, Olimpiada e kimisë, Olimpiada e biologjisë, ku kam testuar veten dhe besoj që kam përfaqësuar shkollën në një nivel dinjitoz. Promotori kryesor i kësaj arritje personale ka qenë sistemi shkollor i medreses, pra stafi i shkëlqyer, pra mësuesit, të cilët më kanë ndihmuar për gjatë çdo hapi që kam marrë në këtë rrugtim akademik. Sigurisht që kjo nuk mund të bëhet dot pa një mbështetje, pa një themel ku unë të mbështetem, dhe më si fillim është shkolla që ka marrë më ka dhënë gjithmonë mundësi që unë të shpreh talentin tim, familja që është shtylla e shoqërisë, po mund të them që unë falenderoj edhe veten time që nuk kam dorëzuar asnjëherë dhe gjithmonë kam dashur të punoj sa më fort. Në fakt kam qenë edhe president e shkollave në vjeçare të Elbasanit, kam qenë e gjithë shkollave, kam qenë përfaqësuese e shkollave në vjeçare në Parlamentin e Nxënësve të Shqipërisë dhe mendoj që këto dy arritje do t'i mbaj gjithmonë pranë vetes për të më inkurajuar për të vazhduar gjithmonë përpara.